Ne sonte kemi vendosur që t'i lëm pak më njanë për të fokusuar më shumë te thelbi. Pra, i lëm aktualitetin që ka ndodhur këto ditë. Për momentin kemi vendosur me kastrim pak te thelbi. Dhe thelbi fillon nga kjo fabul që Ledi do e plasi tani. Para pak ditësh nuk e di ju kujtohet apo jo, kemi qenë në studio me Dash Sulën. Unë nuk e dija fatikisht, Dashi e hodhi, tha, na ka ardhur në parlament, tha një projekt ligj është duke u përgatitur, tha, për legalizimin e shtëpive publike dhe prostitucionit. Siç i thëmë në gjuhë popullore, bordellot. Tani, jemi në epokën, kemi hyrë në epokën Ramsi 4. Po. Ramsesi, Po. Faraoni i Egjiptit, Ramsi 4. Ka kaluar Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3, Ramsi 4. Po e filloj me ty, Marsit. Të lutem ti si jurist që je. Po. E para njëherë do më thuash qëndrimin tënd, je pro apo kundër legalizimit të shtëpive publike dhe prostitucionit, dhe pastaj do më elaborosh a mund a do kaloj kjo, sepse nuk është më kot tani në komisionin parlamentare ky projekt ligj apo jo. Pra diçka do ndodhë dhe pastaj do kuptojmë pse e bën Ramsi pikërisht në këtë moment në mandatin e tij të katërt. Pse i duhet kjo gjë? Për çfarë? Për çfarë? Duhet të kuptojmë, të analizojmë për çfarë i duhet Ramsit pikërisht që publiku tani të fillojë dhe të interesohet dhe të merret media të gjitha me këtë. Unë do filloj nga kjo e fundit, sepse gjithmonë çane në teknike legjislative kur ndërmerret një ligj niset edhe nga dhënat faktike, nga gjendja e faktit në terren, sepse ka një problematik për cilën ka nevojë dhe ligji krijohet dhe gjithmonë neni i parë ose neni i dytë është qëllimi i ligjit. Do ndërpres pak. M'fal. Po. Do ndërpres për i dhënë publikut një informacion se harrova fare. Më mirë ta them unë tani dhe pastaj t'ju lë ju të dy me legalizimi i prostitucionit në Shqipëri. Mars 2025. Çfarë po ndodh tani? Është hartuar një draft i ri i kodit penal neni 853, dëgjoni me vëmendje, i cili dekriminalizon përkohësisht ushtrimin dhe blerjen e prostitucionit me masa më të lehta si gjob ose rehabilitim. Por nuk është ligj akoma. Ky është vetëm projekt ligj, ende nuk është miratuar nga Kuvendi dhe nuk ekziston ende një ligj i posaçëm për të rregulluar si aktivitet të ligjshëm. Pritet ligj i veçantë të ardhmen që do të lejojë shtëpitë publike dhe të përcaktojë kush, ku dhe si mund të ushtrohet prostitucioni. Kodi penal aktual. Neni që je 13, ushtrimi dhe blerja e prostitucionit, gjob, burg deri në 3 vjet. Neni 115 i kodit penal aktual, shfrytëzimi i ambienteve për prostitucion, burg deri në 10 vjet. Drafti i ri, neni 853, hartuar nga Arben Rakipi, Shkolla Magjistraturës. Ushtrimi i prostitucionit, baraz me kundravajtje penale dhe gjob. Qartë. Blerja e shërbimit seksual, gjob ose burg 6 muaj dhe në 3 vjet. Me rethana lehtësuese, vetëm masa rehabilituese, neni 89 i kodit aktual penal, seanca psikologjike, terapeutike, edukimit. Diaspora, dispozita kalimtare në fuqi deri në një litë posaçëm për legalizimin e rregullimit të plot të subjektet lejuara, vendet e ushtrimit, një sekond, regjistrimi dhe kontrolli shëndetësor, masa parandaluese dhe kufizime ekonomike, drafti është në Ministrinë e Drejtësisë në këtë moment, motivimi të jepet fund hipokrizisë ligjore dhe kontroll më i mirë ndaj abuzimeve të shëndetit publik, trafikimit dhe informalitetit. Precedent ndërkombëtar, Hollanda, Gjermania, Kanadaja, Brazili, Zelanda e Re e tjerë që e kanë. Po, e kanë me ligj të rregulluar dhe e lejon. Tani është momenti jot, Marsit. Gjithmonë çani kur krijohet një ligj, siç e thash pak më përpara, është në teknike legjislative, po dhe është mënyrë ose formë procedurale, lidhet nga gjendje faktike, që do të thotë ose ky profesion është i prapur, dhe kjo dihet nga lajmet bëra publike që ka eskorta të cilat funksionojnë për rrjetet sociale, po ashtu ka eskorta elitare të tjerë, po gjë kryesore është që udhëheqësi i madh, siç është Ramsi 4 në këtë rast, shqetësohet dhe për gjëra që njerëzve i duken shumë bazike. Të tipit për shembull, a bëjnë seks qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi? A janë të kënaqur? A e kanë mundësi secili ta marrë këtë shërbim? Pra përtej gjendjes faktike, qofse kjo vazhdon ushtrohet dhe nuk mund të parandalohet, unë mendoj që ka dhe i shqetësim tjetër udhëheqësi. Pra për shumë në Shqipëri ndërkohë, është llaktësisht. E shpreha pak më përpara, ka rrjete në internet në të cilat ka kërkesa, kanë bërë disa arrestime në shumë zona, në Tiranë, Durrës, në shumë qytete, sidomos vitin e fundit, që vinë eskorta nga jashtë dhe ofrojnë këto shërbime, por unë mendoj që gjëja kryesore është që udhëheqësi, sepse në këtë mandat të 4 do merret edhe me gjërat
më esenciale të jetës, më thelbësore, pra gjërat e mëdha i ka vënë Shina. Qartë. Reformën drejtësi, prokurorinë e posaçme, Europën e këto gjëra. Europë, standardet për po. ty në BE, do merrete me gjëra që janë shumë esenciale që do shqetësohet për gjithë qytetarët. Dhe shqetësimi i madh tash në këto momente mendoj unë i Ramsit të katërt, në këtë mandat katërt është ta bëhet seks, edhe a kënaqen qytetarët. Dhe vetëm mënyrë që ai të garantohet që kjo do jetë e mundshme dhe që gjithë të kënaqen, sepse i duhet edhe një amnezi e re. Pra i duhet një formë e re terapie që njerëzit të shirohen, të jenë të qetë, mos merret me problemet e mëdha shtetërore dhe me skandalet e mëdha, po të merret me kënaqësi, siç është seksi, është gjëja bazike e jetës. Madje është dhe akti i riprodhimit. Ai normalisht është i majt, dhe për të majtët seksi nuk është thjesht akt riprodhimi, por është dhe mjet kënaqësie. Pra diferenca midis të majtëve dhe djathtëve është që djathtët e shohin si gjë të shenjtë, sepse është riprodhimi, familja, vazhdimësia e tij. Djathtët ndoshta e disa shekuj përpara. Po, tani ndoshta janë modernizuar. Kurse të majtët e kanë parë si mjet kënaqësie, pa nuk e lidhin me familjen, me jetën me tim. Dhe unë mendoj që gjendja e tij pranë njerëzve për t'ia mundsuar këtë shërbim, sipas standardeve që është në ato vende në cilat ti përmendë, Holland, Gjermani, Brazil etj. Dhe unë kam qenë në Holland dhe madje më ka bërë përshtypje Çani tek ato lagja me poça të kuqe, sepse kam kaluar atje. Ishte në një rrugic, në Amsterdam, po. Po, ishte një shtëpi publike, një dyqan në cilin tregtoja hashash, sepse atje edhe hashashi është i ligjshëm, kanabisi dhe këto, dhe përballë tyre ishte një kopësht. Dhe i thash, kjo çeka e banditshme, sepse këtu janë tre perspektivat e jetës. Fëmia, pra brezi i ri i cili rritet, seksi dhe lëndët narkotike që japin një lloj kënaqësie. Dhe këto janë mitet më të dura për ta vënë shoqërinë totalisht në një gjendje mos kërkese. Pse? Sepse në një moment që i gjithë qyteti zhvillohet dhe nuk ka rëndësi se ku jeton, në qendër apo në periferi, kur qyteti është pak a shumë njësoj, dhe kjo gjë po ndodhet në Tiranë me këto ndërtimet pa leje, ndërtime me leje, kulla shumë kaçe etj. Kur ti kënaqësitë për cilat njeriu arrin suksesin, se një nga kënaqësitë më të mëdha që njeriu do të jetë i suksesshëm është dhe seksi, Patjetër. Statusi i tij, sepse statusi josh dihet, pozicioni, puna, statusi ekonomik etj. Ramsi do ta uli ta bëj bazike, pra këtë status mos kesh më nevojë ta kërkosh duke ngjitur hierarkinë administrative, politike, ekonomike, po t'ia japi të gjithë qytetarëve. Pra kjo është dhurata e ta demokratizoj. Po, kjo është dhurata e mandatit të 4, pra seks për të gjithë. Dhe këtë e bën në një lloj forme, siç është dhe prostitucioni i ligjshëm, i cili taksohet, tatohet, kontrollohet dhe është edhe një mjet i cili sjellë të ardhurat si për shtetin nëpërmjet tatimeve, po si dhe kënaqësi për qytetarët. Tash në lidhje me qëndrimin tim, a jam pro, jam kundër. Ti si i djathtë që je me kuptimin e formimit kulturor. Në botkuptimin tim, unë jam kundër. Ti nuk je për legalizimin e Nuk jam për legalizim, sepse unë mendoj që intimiteti, seksi ose akti seksual është i lidhur ngushësisht me emocionalitetin. Por, në vende në të cilat kërkesa është masive, në kuptimin e njerëzve ose të dhënave faktike, pra asaj që thashim fillim studimi dhënave në terren, diçka që kërkohet nuk mund ndalohet. Atë çfarë mund bëjmë minimale është të rregullohet. Edhe Ramsi pikërisht këtë po bën. Pra po mundoj ta rregulloj. Qëndrimi im ideologjik është kundër, po ama unë mendoj që kërkesa, sepse ai gjithmonë ti e di, bën sondazhe, sondon. Se gjithandaj kërkesa është e madhe për seks apo jo? Ja zakonisht. Po prandaj ka ato arrestime dhe prandaj këto dispozitat kanë qenë kaq të ngurta. Tashi, duke kaluar duke cilësuar si kundërvajtje penale, sepse dispozitat trafikimit ose ushtrimit prostitucionit ka të bëjë me trafikimin e qenieve njerëzore. Sepse gjithmonë bëhet pyetja, a ekzistojnë kushtet në këtë vend që ato firma që do ushtrojnë këtë profesion trafikohen, pra kanë një tutor, është një grup kriminal që i vën punë, pra përveç pjesës së ushtrimit të këtij profesioni, ai cënon. Tani me rrjetet sociale për shkak ka përshtypjen se tutorët po bëhen gjithmonë më pak, sepse ato janë në kuptimin punojnë vetë. Po. Dalin në rrjetet sociale, janë më shëmbushur për shkak, po të futesh në Instagram këto. Gjithandaj. Rritet jo vetëm jetën po jo i gjen, pra një njeri sot me dash me shku me lek, bëj seks me lek, e ka shumë të thjeshtë. Është e drejtë. Shkruan, ajo tregon adresën, ti i shkon në shtëpi, ka më shumë gjëra. Ose të vjen ose vjen varet. Siç është në vendet e Europës ku lejohet kjo gjë. Tani pyetja ime është kjo. Pyetja ime është kjo tani për Sebin. Sebi, ti si i majt kulturalisht. E pana jema fillon nga kjo, po mos më hyrje. Marsiti tha që unë si formim tha, ideologjikisht, i djathtë, jam kundër tha, personalisht, legalizimit. Ti vetë je pro apo kundër? Kundër. Edhe ti je kundër. Pra s'ka lidhje me të majtë me të djathtën. Iku. Tani kam një pyetje për ty. Rama sipas teje, në momentin që ligji do kaloj, humb apo fiton vota më shumë? Seks për të gjithë. Demokratizimin e seksit. Humb. Pse? Duhet kuptojmë një gjë. Pa i se ka bërë kohë, do ketë bërë studime Rama, ti di që bën sondazhe, ë? Sepse sot edhe kjo që tha Marsidi ka një lloj problemi brenda në argumentin që ai shtron. Edhe e majta dhe e djathta kanë humbur nga linja konservatore. Konservatore unë kuptoj ruajtja e një tisi social dhe i një kohezioni social.
Ruajtja e një morali të përbashkët nuk është çështje dëshirash. Për shembull, Pra në këtë studio këtu më falë, nga ne të tre vetëm unë jam pro legalizimit. kjo ka të bëjë me kulturën. Unë kam dhe arsye, që s'do kem kodë Kjo ka të bëjë me kulturën që. A? Gjermanikët janë ata të cilët për Edhe ti le të je pro. Po, edhe unë. Jo edhe çik dhe çunat e regjis. Ja, po e bëjmë me dorë, po. Janë të gjithë pro. Operatorët? Pyetën të gjithë ngrëngishtin kështu. Pra vetëm Arsidi dhe Sebi janë kundër. Or ju e keni seriozisht apo e thoni këtë në ekran dhe doni të lini shijen e një djali i serioz dhe të mirë? ne jetojmë në epokën apo në rendin e dëshirave. Si më shikon Arsidi, po? Sebi beqar mund ta thotë kur sona Duke jetuar në rendin e dëshirave, krisht kjo që thot Marksidi është e kundërta e të djathtës e cila duhet jetë. E djathta e lëngëzuar dhe që ka humbur nga vetja dhe e majta e cila është liberalizuar deri në skajet e veta, e ka kthyer të gjithë identitetin, gjinin, seksualitetin dhe çdo lloj përmase tjetër identitare, e ka kthyer thjesht në një lojë dëshirash. Pra mjafton ta kërkosh, ne ta rregullojmë dhe ti do ta kesh. Në këtë sens, ky rend kulturor është tejet problematik i shtrirë edhe në Shqipëri. Ne, po të marrim një lloj trajte bizantine, nuk e kemi këtë qasje. Nuk ka qenë këtë qasje. Po ashtu, po të shohësh me kujdes, vendet të cilat e kanë përqafuar qoftë prostitucionin e ligjshëm, por në të njëjtën kohë kanë përqafuar edhe nuditetin, janë gjermanikët, por e kanë për arsye kulturore të shtrira thellë në historinë e tyre. Dromcat e para të prostitucionit, dromcat e para. Dromsat, më kujton Erion Velin që thoshte ata janë dëzdromsa. A, zdromsa, është tjetër gjë. Po Dromcat e para, pjesët e para, të shkruara i gjejmë edhe tek vepra e parë epi Gilgameshit në Uruk, por gjithashtu i gjejmë edhe në Greqinë e lashtë. Klepsidra, për shembull, dyshohet që të jetë prostituta e parë. Dhe ajo ka shpikur sipas gojdhënave apo asaj që mbrin deri më tani, ka krijuar edhe konceptin e parë të kohës. Personat që shkonin tek ajo krijoi disa tasa me një madhësi të ndryshme, ku zgjaste akti seksual për aq kohë sa tasi zhytej brenda në një kovë të madhe dhe ishte i shpuar në mes. Por kjo i përket historisë. Rendi i seksualitetit të njeriut ka dy periudha të ndryshme. Ka periudhën e një lloj etike komunitare që është në Greqinë e lashtë, ku homoseksualiteti, seksualiteti, heteroseksualiteti etj. Ishin çështje etikës komunitare. Feja në vetvete më pas, shpallja zyrtare ose vënia zyrtare e krishtërimit në Romën, që vjen tek Roma më pas, e mbyll intimitetin brenda në çift. Dhe fillon dhe e kategorizon edhe tek rrëfimi, pra bëhet mëkat, qoftë edhe masturbimi kthehet në një lloj mëkati. Në këtë lloj kuptimi merr një peshë shumë të madhe seksualiteti i njeriut. Por kjo peshë seksualiteti është e njëjtë qoftë në islam, qoftë në hebraizëm, qoftë edhe në krishtërimin ortodoks apo katolik, ruan peshën përballë familjes, pra familja është shumë e rëndësishme sepse është njësia unitare. Kjo lloj e djathtë që paraqet Marsidi është një djathtë e cila shkon përkundër çdo lloj zhvillimi të një morali të përbashkët shoqëror, të një etike të përbashkët komunitare. Dhe pikërisht duke marrë këtë qasje që ka Marsidi, vjen kryeministri. Është kundër, pra e tha. Po ky është kundër për një parim i cili nuk vlen. Pra nëse parimi metafizik për mua vlen, se unë e thash, nuk e kam thjesht nga e djatha, e kam nga parimet metafizike që ka adoptuar e djatha. Është më thellë, sepse në parimet metafizike familja konsiderohet një nga 4 parimet e shenjta. Në moment që një akt intim, siç është akti i riprodhimit, se familja sipas librave të shenjtë, pa midis Adamit dhe Evës, pikërisht për këtë u krijua. Për idenë e trashëgimtarëve dhe pasardhësve. Dhe kjo është diferenca e madhe, që në të djathën tradicionale, për ta thënë politikisht, po për ta thënë edhe sipas librave të shenjtë, seksi nuk ka qenë mjet kënaqësie, ka qenë mjet riprodhimi. Mbi këtë premisë ngrita. Pra, premisat që na çon kjo lloj djathte që thot Marsidi janë premisa hedoniste, gjithsecili është i lirë që të bëjë gjithçka. Atë pse nëse ti mendon që morali i kohës dhe kërkesat e kohës duhet të jenë pro? Një sekondë, se diskutimi është tejet... Se ka një antinomi këtu, një inkoherencë. Se ti thua të dyja duhet të jenë pro, ndërkohë vetë kundër. Në këtë pikë ne do të shohim një gjë shumë të rëndësishme. Do të shohim sa fuqi ka kleri në vendin tonë. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Sepse të vetmit që mund t'i dalin kundër këtij ligji
është kleri që kemi ne. Duke qenë se kleri është shtetëzuar në Shqipëri. Pra, fortlumturia e tij Johani intervistën e parë bën me kryeministrin Edi Rama. Komiteti Musliman e ka qef që të shkoj shumë te Edi Rama apo Edi Rama të shkoj shumë në për iftare. Qoftë këto Ramsi 4. Ramsi Edi Rama tani është është emiti vjetër. qoftë edhe nga komuniteti katolik, kam po të njëjtën qef të kjo lloj gjëje. Dhe Rama është edhe i krishterë ortodoks dhe i krishterë katolik, është edhe musliman, është të gjitha, është dhe budiste, pra, të gjitha e ka. të gjitha këto lloj gjërash. Këtu ne do të shohim se çfarë fuqie ka kleri. Në qoftë se kleri e zhvesh veten nga shpirtërorja, dhe thot, muslimanët thonë ne jemi më të afërt me Turqinë dhe janë të ndarë, duan më shumë Erdoganin apo duan Gülenin. Po ti shohësh katolikët duan më shumë Italinë apo Vatikanin. Qartë, hajde tu tani të çështja që kemi. Dhe në këtë pikë, ajo që Ti thua këta do bëjnë koncesion apo do dalin kundër? Këta do dalin për sy e faqe, do dalin kundër apo jo? sa për sy e faqe pra. Për sy e faqe më patjetër. Por në qoftë se ti e bjerr njeriu dhe nga ana shpirtërore e tij për të ruajtur një moral fetar. Në qoftë se ti e bjerr njeriu dhe çdo shqiptar e bjerr nga të gjitha këto nga ky lloj morali i përpashëm. Është nuk janë të gjithë klientë. Tani mos exagjerojmë, Sebastian, të lutem, mund të bëjmë muhabet me këmbë tokë? Ti tani ja thua sikur të gjithë do shkojnë në shtëpi publike. Po. As në Gjermani nuk shkojnë të gjithë në shtëpi publike. Pas Holland, kush prej kategori njerëzish që kanë nevojë të shkojnë të shfyen atje valla. Po. Dhe të lutem, po flasim për profesionin më të vjetër në botë. Pra, dakord, hajde të bëjmë gjyqin. Është shumë e thjeshtë të gjesh argumente, është shumë e thjeshtë të gjesh argumente pro për vesin dhe dëshirën. Por ai ekziston, por ky është një fenomen që ekziston ti, Sebastian, unë do të kuptoj nga ty. Çështja është e edukosh. Përdesa ekziston, çfarë do bësh vëlla? Çështja është do ta ndalosh, nuk e ndalon dot. Çështja është e edukosh. Atëherë do legalizosh. Çështja është e edukosh dhe të emanciposh. Për të gjetur argumente pro. Tjetër debat ai. Shikoj, ai është debat që vjen mbrapa. Pra pasi ti nuk ke rrugë tjetër përveç se e lejon, pra e legalizon, sepse nuk e ndalon dot. Atëherë fillon debati jot. Prandaj mora shembullin e Hollandës. Pari duhet kemi njerëz. Përballë Kopshtit ishte shtëpia publike. Prit ta mbaroj. Duhet kemi njerëz statistikat. Çështje të këtilla hidhen në debat publik. Ne tani ne po diskutojmë përpara. Po pra, po. S'ka mbaruar akoma ligji. Po pra, po. Mundet mos bëhet kjo. Kjo lloj nisme hidhet në debat publik. Pse? Çfarë mund të sjellë kjo në vende si puna e vendit tonë? Mund të sjellë ato që ka ndodhur në Bullgari dhe në Rumani. Shtim të trafikut të punonjësve të seksit. Ose paksim. Shtim të kriminalitetit. Jo, e ka çuar në shtim të kriminalitetit. Je i sigurt për këto shifra? Pra, këtë duhet ta bëj kryeministri kur ta hedhi në publik. Mendova se i di ti. Sepse paguhen më mirë. Për shembull, po të shohësh, Cilet jo? Paguhen më mirë. Paguhen më mirë. Kancelari Scholz, përpara se të ikte nga mandati i tij, një nga gjërat që donte të bënte ishte dhe të kufizonte shtëpitë publike. Po si ka mundësi që Gjermania e cila e ka nën kontroll të gjithë territorin do që ta kufizoj, i kufizoj shtëpitë publike, sepse është shtuar kriminaliteti. Si ka mundësi që Hollanda po ashtu ka të njëjtin problem, do të shkojë drejt kufizimit, jo vetëm në shtëpive publike, por edhe të turistëve, sepse është shtuar kriminaliteti. Pra, legalizimi jo detyrimisht të çon në ulje të kriminalitetit. Ajo që duhet parë është të gjesh një lloj të mesme të art. Kjo është çështje për cilën ne duhet bisedojmë. Në këtë kuptim, çfarë do të ishte më mirë? Të legalizosh prostitucionin apo të fusësh edukatën seksuale që në klasë të parë dhe të mësojnë studentët dhe nxënësit? Po shfut edukatën seksuale më? Po në qoftë se ti edukon dhe emancipon publikun tënd dhe qytetarët e tu, janë më të ndërgjegjshëm për atë që janë duke bërë. Po gjithmonë do të ketë, ka një hipokrizi kolektive që gjithmonë ka ecur që nga antikiteti deri më sot. Do të ketë gjithmonë një ofertë, do të ketë gjithmonë një kërkesë. Çështja që qëndron në këtë mes është kjo. Ti pse kërkon të legalizosh pikërisht në këtë lloj momenti? Do të bëhemi ne si Tajlanda? A do ta bësh si Tajlanda? A do të sjellësh flukse parash? Do duket çik si budallik, më fal sep tani, se do të bëjmë një pauzë. Do të pak si budallik tani që ky është shkreti Ramci, domethënë që po bëj shkreti e the mund mbyllim metaforike se s'është shkret fare ai ishte. Është shkret, mos ai shqetësohet për gjithë. Patjetër që ai lodhet shumë ose ai mendon për këtë vendi i shkreti, këto të gjitha edhe çfarë po i thoni bien. E parë sa është zverdhur stinju. E di, po problemi është ky. Problemi është ky që ne jemi këtu tani për t'i dhënë një dorë, në kuptimin që ai është mbreti dhe do t'i japim një dorë. Këshilla jote thashë. Është tepër të mendojmë ne që mund t'japim këshilla atij se ai di të gjitha. Shihemi ne t'japim këshilla? Si jemi askush, po në këto nisma që janë ndërmarr dhe këtu do bëj pyetjen, po të bëjmë një pauzë një. Pyetja që kam për ju mbrapa është kjo. Ta them tani pastaj mund të harroj. A mund të jetë ky operacion, pra ky ligj, më fal, një operacion psikologjik
që të heqë vëmendje, për shembull, nga ndryshimet rrënjësore ku mund të bëhen në kodin penal, se pritet të bëhen ndryshime në kodin penal apo jo. Tani që ka dhe ky, ka dhe 83, 84 i bën, i ndryshon këto kodet vetë, s'ka nevojë për ashtë. Kujtoj këtu për shembull Komisionin Xhafaj. Dakord? Pra, ne e hapëm sot me vullnetin tonë të lirë këtë gjë. Dakord? Ne hapëm me vullnetin tonë të lirë. Po tani, a do jetë kjo një argjend mediatike që mund ta pushtoj tregu mediatik deri në momentin që bëhen këto hile të Komisionit Xhafaj e Fatmirit? Kjo është pyetja. Mbani mend pyetjen? E fillojmë me Arsitin. Mund të përsërisësh edhe një herë lutem, sepse e kishe pak pa qartë. Ishte pa qartë pyetja. Ishte e thjeshtë fare. A mund të jetë ky ligj një operacion psikologjik, pra ky ligj që pritet të bëhet, legalizimi i shpejtë publike, një operacion psikologjik që të heqë vëmendjen nga ndryshimet rrënjësore që mund të bëhen në kodin penal. Kujtojmë Komisionin Xhafaj. Po. Atëherë tash po. Ai nuk do jetë vetëm një operacion psikologjik vetëm për këtë iniciativë ligjore, pra për ndryshimet që mund të bëhen. Do jetë edhe për ndryshimet e mëdha kushtetuese që do bëhen që Ramsi të jetë tamam bret de jure, jo vetëm bret de facto. Për momentin, po. Madje ta thash, duke u shqetësuar ai shumë dhe për seksin e qytetarëve, dhe që njerëzit jenë të kënaqur, sepse seks për gjithër, super slogan. Sepse dopamina është një lloj hormoni, që quhet hormoni i lumturisë, që në masë më të madhe shirohet gjatë aktit seksual. Do arri Ramsi 4. Është shqiprim me dopamin, po. Përveç dopaminës, më thuani gjë Marsit, ne që jemi këtu që mos e harroj, Ramsi 4. Kur vi momenti 2029 që do të kaloj Ramsi 5. Po. A mund të jesë slogani ti këto zgjedhje që ikën ishte Shqipëria në BE vetëm me Edin. Po. Mund të jesë slogani seks për gjithë vetëm nga Edi? Po. Shumë e bukur. E unë imagjinoj këtë për shumë dhe fjala seks me Z në fund, jo SKS. Seks për të gjithë vetëm nga Edi. Çfarë perle. Edhe vetëm për këtë do futen BE. Qose hyn. Se do i bëj xheloz gjithë liderët. Po e di thot Michel Houellebecq, Balzaku i kohëve moderne. Po, më thuaj çfarë thot. Te libri i tij Serotonina. Jo, serotonina, jo. Platforma, bravo. Te platforma, valla. Thot, si mundet, thot, që Franca, thot, ose Europa në përgjithësi, Bashkimi Evropian, nuk përmend emra ai. Vendet e Bashkimit Evropian, që janë kaq të zhvilluara, mendojnë të bëjnë kaq shumë për turizmin, hedhin miliarda, investojnë në turizëm, dhe po të vesh, thot, në hotelet e luksit, thot, ku normalisht vjen njerëz që kanë lek, thot. I ke të gjitha, thot, mungon seksi. Si mund të funksionojë turizmi kështu? Për çfarë do vi, thot, një turisti huaj? E drejtë. Ore një thot që nuk vjen nga Kalamaj, më që vjen për qefin e vet. Ose një çift që ka qef për shkakun të bëj shumë e bukur. E di çfarë. Pra, ai ishte vetëm prop, ai ishte edhe arsye. Kjo duket si arsye periferike, por shumë e rëndësishme. Kemi arsye më të madhe. Kështu këtu turizmi, okay vlla, po nuk u shoqërua. Me seks? Me seks? Për teksa. Ka një gjë që s'funksionon. Në një bisedë të Forma me përmbajtje. Urdhëret jo? Forma me përmbajtje. Për shembull, në një bisedë të Taleranit me Fushen, sepse ata do t'i thuash njerëzve ç'është Talerani dhe Fushen, vllai, ti kujton se ka qenë ministër i jashtëm në kohën e mbretit Napoleon Bonaparte në Francë. Në një nga bisedat tim me ministrin e brendshëm Xhoxhe Fushe, që të dy këta janë figura ndara politike në opinionin tim, i thoshte dikush është e vetme gjë që i mban qytetarët larg revolucionit dhe larg kryengritjes, seksi. Dhe ka drejt. Dhe ka drejt. Po pse s'ka drejt? Që Rama po i paraprin. Në moment që do konsolidoj mbretërinë e tij, edhe nëse do ketë ndonjë që do e mendoj që mund të rrezohet nëpërmjet ndonjë revolucion ose kryengritje, nuk do i dalë njerëz se do i ngjit duke bërë seks. Ramsi 4 duke shkuar për Ramsi 5. Po. Dhe ti do thonë se ky seks është nga Edi. Pra ti thua, nuk e ka thjesht për këtë operacion, pra nuk e ka thjesht tani që të kamufloj pak gjëra që po bën Fatmiri. Se është i vogël duket ai. Kundër Spakut për shembull. Se redaktor duket ai ty. Ai është njëri me vizion. Është shumë më shumë se kaq. Shiko, ai po pikturon Shqipërinë utopike. Dhe prandaj lodhet ai shumë. Po pikturon Shqipërinë utopike. Ç'kuptim? Shqipërinë perfekte, ku çdo njeri bën atë që do, dhe të gjithë janë të lumtur. Kjo është utopia. Një gjendje Ti lumturie. thua, deri tani s'e ka bërë më Marsi tani, le të jemi realistë. Jo, po vetullat. Shiko, Edi Rama, fillim ka ardhur në pushtet. Deri tani ka menduar, shiko, deri tani ka menduar për të pasur. Deri tani s'ka pasur guxim, po të flasim pak më Do të mbrapa. them një Ka pas guxim për shembull të hy në disa zona të Shqipërisë po, për të hequr qafe njerëzit e botës krimit, dakor? Nuk ka guxim valla, troç muhabeti. Shumë njerëz botës krimit janë pafund në Shqipëri, ne të gjithë i përshpërisim për tavolina. Vazhdojnë të jenë të qetë, të lirë, vazhdojnë jetën e tyre, vazhdojnë të bëjnë bizneset e tyre dhe tek nuk i bër. Pra, nuk është akoma, po do flasim pas kësaj pyetje, rrim që te prostitucioni. Po. Ideja është mund të jetë ide e tij kjo pra? po.
kjo Absolutisht, po. hedhje këtë projekt ligjit të tregut. Mund të ketë ide përveç ti sot. Të duket njëri aty kapaciteti mundshëm që të ketë ide. Sebastian, ne mund ta investigojmë. Unë mendoj që nga 140 Nga afër redaksisë. Nga informacionet që unë kam, Kush është deputeti që e ka propozuar? Se besoj se është Rama që ka dalë tani ka thënë, ai kamuflon. Pa, i kamuflon, Ai po luan me me gjuhën e proksi. kujt flet ama. Me gjuhën e kujt flet. që unë kam, kjo ka vite që është folur dhe pritet që lagja me drita të kuqe të bëhet në kombinat. Në Tiranë. Seriozisht e ke? Po, ka kohë që është. Lagje me të kuqe si në Amsterdam bëjmë kombinat? Do të bëhet. Jo. Kjo Po pse në kombinat? ka kohë që është folur. Domethënë, Mos është legjendë urbane apo? dakor, unë po të them që nga informacionet që unë kam, që kam dëgjuar, kjo ka kohë të Nëse paktën projekti nuk ka vite më burr. Tani po ashtu projekti. paktën 4 vjet që e kam dëgjuar unë dhe një nga projektet është që lagja me drita të kuqe të bëhej në kombinat. Po ku në kombinat tamam më burr? Në kombinat tek ish stacioni fundit, te Vareza. stacioni fundit është aktualisht ai. Te stacioni fundit i kombinatit, ajo zona atje, në një nga Afër Varezave. jo afër Varezat janë më larg, nuk janë aty Varezat. Afër rajonit policisë. Aty është komisariati, po. Afër rajonit policisë, ku është më le kjo? Aty fillojnë Varezat, mas Komisariati rajonit, as policisë 200 aty në metra, Kratmajt. 300 metra. Po për 300 metra je në sharë, në atë, në sharë. Po, pa arrit ke kthesa, po. Ha? Po, pa arrit ke kthesa. Afër është ajo, plak. Seksi dhe vdekja, sa bukur. Po, sepse Instinkti bazik. janë dy instinktet që... Dhe ti mendoj do bëjnë atje? Nga informacionet që un kam, Po mua nuk më rezulton kjo. E di pse, nuk është vendi për burr atje. Ti ka sora herë, e ke parë çfarë sora shka? Si Rinë sora. qiell. Jo vetëm aq, po jo, nuk më duket vendi më Sebastian, sepse ajo do një lagje pak më Moderne, tani si do që vesh niveli- kombinat më burr. Ti thua vetëm nëse kombinati ndryshon aq shumë, pra ai fut një zhvillim aq të madh se lagje saqë atje vërtet Pra prin. ta fantazojnë njerëzit. Ka kohë, se do ta bëj tash shpejt. Nuk ka atë kohë. kjo varet se kur kalon, mund të jetë edhe për 4-5 vitet e ardhshme, por një nga projektet është në kombinat. Pra të Ramsi 5 atëre. Fillon tani ai dhe po aman e mban gjallë, e mban median me këtë punë ai. 4 vjet mund ta mbaj, po doj ta pompoj fort. Dhe i kanë dorë. Ti thua që flitet gjithandej për seks. Ë? Flitet gjithandej për. Po jo për seks më valla. Po ore hapen debatin më valla, sepse shiko. Ju e meni kështu. Po njeriu zakonshëm. Përveç 4-5 njerëz dhe Sebastian që duan të kapin kryeministin, vendin e kryeministit apo jo. Njerëz zakonshëm s'kan ambicio, Marsi. Po. Përveç se të hanë, të pinë, të dhjesin. Bëjnë seks. Çfarë ju mbetet tjetër? Bëjnë seks. Se nuk e them do tamam të jetë me rim, po bëjnë seks apo jo. Seksi është pjesë e jetë, prandaj u thashëm ju që ore dakord më shkollaj ti je kundër, po mos është duhet me pat cilat janë të mirat e kësaj pune. Se mirë, këqia mund të ketë që thotë ky sebi me drejt. Pa të thua për një moment të heqim Mira ka pagesat dhe shumë, mendojmë për çfarë mira shembull, ka. ja po të rendis disa nga të mirat, për shembull. Ka. Se për shembull më fal sebi. Imagjino që ndryshohet kodi penal, më thot dikush, me 84 vota, 83 i KPS, një nga doshi u kryo, opozita nuk do të jetë pjesëmarrë. Vazhdon biseda e kësaj. Që Rama po fshehet diçka pas asaj. Le të marrin të mirëqen thotë që do të goditet spaku dhe spin doktorat e qeverisë, Po. fuga e këta. Do telefonojnë çdo redaksi që të merret me prostitucionin dhe shtëpitë publike, dakord? Duke krijuar debat të madh publik për një çështje dytësore. E besoj. Gjithmonë kur ka ngjarje të këtilla, të cilat e nxehin, domethënë, ju e dini po aq mirë sa mua nga gazetaria, seksi, sangue, seso e soldi, pra seksi, gjaku dhe Paraja. parat, janë 3 temat që tërheqin. Atëherë, Ose vëren titull një një prej tyre, ose zhvillohen ngjarje mbi këtë, gjithmonë do të shitet. Në këtë kuptim, në qoftë se hedh në temë seksualitetin, detyrimisht do të ketë interes shumë të madh. Për shembull, po marrim pse me që do rastet, pse duhet jemi për. Parazi ke drejt për kombinatin ti. Se merri mesazh tani nga kameramani im që kanë përballë. Atje thot janë në kombinat thot janë hotelet rresht. Në këtë moment i po flas. Motelet. Motelet, se nuk janë. Motelet. E po, ato motelet ti plak që më shkruan dhe mirë bën, ato janë pasi i kalon Varezat. Je dakord me mua? Është mbrapa Varezave ajo. Se i di unë ato. Dy emocionet më të forta. A? Ja, mund të afrohen, është tjetër gjë. Qartë, për rregull. Sipas Freudit, dy emocionet më të forta kemi seksin dhe vdekjen. Seksi për shkak të riprodhimit se sjellim një jetë të re, dhe në krahun tjetër kemi dhe vdekjen e cila ngjall emocionet më të forta. Në këtë kuptim po t'jap një statistikë shumë interesante. Po të shohësh me kujdes vendet që kanë kaluar një fatkeqësi, apo kur ka pasur ndonjë përmbytje, apo kur ka pasur probleme të mëdha, ka një boom të madh lindjesh vitin tjetër. Dhe kjo ndodh gjithmonë për arsye sepse frika nga vdekja ngjall impulse shumë të forta seksuale. Po pikërisht. Dhe Freudi e thot këtë lloj. Për shembull, Aktë prodhimi me thash. rritja e sigurisë punonjëseve të seksit është një nga arsyet pse mund të jemi pro.
ka regulator më të mirë sa i përket monitorimit të shëndetit. Pra nuk shkon tek prostitutat e rrugës dhe kjo mund të jetë një nga arsyet pro. Kemi përfitime ekonomike për shkak të taksave. Prisë, kam unë një po të shohim dhe e ka Sebastiani të shënimit që ka? Jo, prit, mos Sa gjë e bukur depre. Sebastiani me shënime për seksin. Po shperë, po Sebastiani është një serios, vlla. Po e di, Po shperë. I përgatitur për E çdo di, temë. dakor, Kemi përfitime ekonomike për shkak taksave. Iku. Kemi pasur protesta në Itali për shembull. Në Itali është Vatikani dhe nuk e lejon, po në Itali për shembull dolën disa klientë edhe thanë ne paguajmë, por duhet që edhe këto të japin taksat e tyre. Sigurisht. Ka pas protesta Po publike. puna jo më se njerëz të marrin kështu. Po të punojnë të shkretët, duke kanë për qef. Ka dhe që vjen për qef, po ja shumë të pakta. Përgjithësi janë për punë. Ninfomanet. Reduktimi i prostitucionit rrugës është një nga arsyet pro. Reduktimi i prostitucionit të rrugës, urdhë. Po. Pra kjo është shumë e Reduktimi i prostitucionit të rrugës. statistikisht. Jo se s'do ketë, më do ketë prapë. Po pra, po. Po gjithsesi, Statistikisht, në shumë vendet botës, për shembull Australia, që është një vend shumë liberal, kur u legalizuan, u ul jashtë mase shumë prostitucioni rrugës. Por me çfarë lidhet prostitucioni rrugës? Me smundshmërinë e lartë. Pra klientët mund të smuren sepse normal. femra me cilën janë duke shkuar nuk ka certifikatën mjekësore. Prandaj dhe ulet kjo në këtë. Në krahun tjetër kemi klientët janë më të bindur sa i përket faktit që po shkojnë në një vend të sigurt. Pra kur ti krijon një ambient, një bordello, siç e thatë ju, një shtëpi publike, po i quajmë. Siç janë në Gjermani, për shembull. Pra, siç shkon në Gjermani, në këtë mënyrë ti shkon në një ambient të sigurt dhe siguria që ti merr në këtë ideja e sigurisë që ti merr krijon edhe ose më në krahun tjetër ke përfitime industriale, në kuptimin që kjo kthehet në një lloj industrie dhe mund të sjellë turizëm. Në shtete serioze, pra, prandaj Ramsi do të bëjë seriozisht të punë. Platforma e Welbeckut, për shembull, nis me Tajlandën. Pra janë Bravo. Bravo, fiks. Duke qenë se nis me Tajlandën mund ta kthesh në industri seksi. Mbaje këtu. Mbaje këtu se dhe më kujtohet ç'a do thoshja unë, se kam dhënë një argument plus kësaj. Po më kujtohet se do harroj. Sebastian, ti ishe duke numëruar dhe favoret dhe të mirat, pikët pra anët pozitive të legalizimit të prostitucionit. Këtu ishin anën të të them dhe unë një, imagjino se sa do të çiroj gojimat, gojimat vëlla. Goj. Gjithçka që nuk është hebre është goj, pra i huaj. Goj. Ne i themi gojima, që bukur shumë goj, do të përdorim këtë masit, mos e Çfarë emision? Ai boku është i madh, ai më ka thënë pret, pa më ka thënë goj dhe më ka bërë të shper vëlla. Me goj vëlla i ka thënë të gjitha. Gjithë gojimat vëlla. Të cilët si ordhi duke kështu. Të cilët mund të agresojnë vajzat të pafajshme në rrugë, që nga moshat e vogla deri tek moshat e mëdha. Në ambient dhe pune që mund të në ambient dhe puna e kështu, do jenë më të shliruar. Pa do ikë frustrimi seksual. Ka pafund me mira gojima në këtë vend dhe gjithandej, ku nuk lejohet prostitucioni, që energjinë e tyre negative, dhe hepshin e madh seksual, ja u nxjerrin vajzave të cilët nuk janë dakord. Trosh muhabeti nuk janë dakord, nuk duan. Tani imagjino po të lejoheshin bordellot, pra kjo gjithë shpërndajnë e mas, gocat të cilat nuk duan të jenë prostituta, dhe ato janë shumë apo jo, janë shumë, Marsi, ti dakord e mua. Dakord. Të paktën do shpëtonin, do them unë, Sebastian, nga ky presion i madh i gojimave. Je dakord e mua? Ato ordhi që sulen për favore seksuale. Nuk mund doqe, Sebastian, se kemë edhe shënimet. Jo, dakord. A je dakord me këtë gjë? Shumë dakord, sepse këtu ka me të vërtetë Vetëm këtë kap vëlla. Gocat e shkreta në rrugë sot, që po të dëgjosh, po t'i shofësh, janë nën presion nga gojimat. Që bëjnë gojimat, çfarë gjoksi, çfarë seksi, e ke parasysh si reagojnë gojimat vëlla, sepse janë të uritur më burr. Jepi atyre seksin, jepi seksin vëlla, sa më të lirë mundësisht. Opa ta pastaj do lirohen, e ke parasysh? Gojimat, do lirohen gojimat. Nuk të ngacmojnë me gocat pafajshme që kalojnë rrugëve. Pse më nuk është e vërtetë kjo? Do dëgjohet më shpreha të hongsha. Se dëgjohet më shpreha, bravo Radio, shpreha të hongsha. Ke pa gojima si bëj. Jepi seks gojimave. Dhe unë them, Ramsi 4, duke shkuar në Ramsi 5, duhet ta bëj seriozisht të punë. Dhe Sebastiani çuditërisht më thotë, jo do mbasi vota. Jo, Sebastian, do fitoj më shumë akoma. Pse mendojnë do mbasi vota? Kur mendon gjithë të favore, gjithë të pikat mira që ti sapo the. Pse mendon? Negative, se duhet t'jap dhe negative. Negative ti dhe, burr. Do rritet kriminaliteti, e the ato tani. Mos përsërisim Në pra. rregull, dakord. Po ndërkohë pozitivet ishin më shumë, ka përshtypje. Me sa mbaj mend nga numërimi. Po të shënimet ka 3 faqe pozitive, 1 faqe negative. Jo, kam.
Apo Ka më ka. Ka më i ka për dosje, më është i pa parë këtë djarë, më është i pa... Edhe në fakt, jo, çudi e madhe Sebastian, se kisha pa ndonjëherë më ka shumë shënime për këtë fabul. Për fabulën prostitucionit ka marrë shumë shënime. Qa po ndodhë, Sebastian? Imagjino, po turet kafe të arroj blokun, të gjë kameriri. Këna fletë për moral në rëzmëses. Nëse nga s'majnë selin, se e kemi gjanë. E kemi mikë. Pra, kjo mbetet për të parë. A do kthehet në agendë mediatike? Kjo që folë me Sebin e Marsidin, apo jo? Ramsi e ka ndorë. Seks për gjithë, vetëm nga Edi është një perle. Seks nga Edi. Ha? Seks nga Edi. Vetëm ka i thoti, seks për gjithë është e bukur, më bukur. Seks për gjithë nga Edi. Gjithë, më bukur. A i tha, vetëm Edin, thoshte në zjetë e kaluara. Po. A i kishe vetëm Edin, më duke. Po. Me Edin, pra. Me Edin në Europë. A, nuk thoshte vetëm Edin? Me Edin. A, me Edin, okej, atëre, seks nga të gjithë, nga Edi. Nga Edi, po. Kaq. Seks për gjithë nga Edi, perl. Aman më bëhe, më burë, të lutem bëhe se ti ke ndorë të gjitha, më Allah. Ja, me qëra fjala. Plaset të fabula tjetër në ekran, radio.